Dyshonte për vjedhje italiani gabimisht hodhi në mbeturina kutin me shufrari me vlerë 120.000 euro. Një italian aksidentalisht hodhi në plera një kuti që përmbante 20 shufrari me një vlerë totale prej rreth 120.000 eurosh. Ai shkoi në stacionin e policisë për të raportuar zhdukjen e kutisë pasi dyshonte se dikush ja kishte vjedhur. Policia menjëherë shqyrtoi pamjet filmike të kamerave të sigurisë dhe zbuloi se pronari kishte hedhur një kuti në një kosh plerash pranë një zone turistike së bashku me mbeturinat shtëpiake. Mbeturinat ishin mbledhur dhe transportuar tashmë në një impiant aty pranë. Pas një operacioni të gjatë midis grumbujve të mbeturinave u gjet kutia e dëmtuar. Brenda u gjetën edhe 20 shufra të arit.